Kështu po kontrollohen me mira nxënës fillorist nga punëtorët shëndetësor në Gjakov. Ka disa ditë që në shkollat e komunës së Gjakovës po bëhen vizita sistematike për të parë sa të shëndetshëm janë fëmijët tanë. Bile ata e dinë shumë mirë se duhet të mbajnë higienë që të jenë të shëndetshëm. Doktoresha me mati se sa jam e gjatë dhe sa kile përshoj. Pastaj me ato hekrat e cilat doktoresha me matë në shpinë, ato ma gjiti në stomak për të ditur se a jam mirë, me pyeti a shumë mirë më syni, thash po, dhe me pyeti fa nxancë e je, unë ja të regova që jam një nxancë e shkëlqyshme. Vizita shëndetësore në këtë rast nënkupton kontroll të tërësishme. Ne duhet të konstatojmë ndonjë anomali të fëmijët nëse e gjejmë, mirë po këtu nuk ka anomali, kryesisht janë fëmijë të shëndosh. Kemi pasur në shkollën Fëmia Gani, kemi kry 700 nxënës kemi vizituar atje. Tash këtu janë rreth 1010 nxënës. Edhe këtu afër kemi kry, pas kësaj shkolle atë do të shkojmë në shkollën Mustafa Bakia. E kështu do të vazhdohet në të gjitha shkollat e komunës nga 3 herë. Rekomandojmë se kryesisht këta janë fëmijë të shëndosh, nuk kanë ndonjë anomali të theksuar. Përveç vizitave tona, janë edhe vizita stomatologjike, po ato na nuk i bojnë stomatologjia. Vlen të theksohet se në përgjithësi fëmijët po dalin të jenë të shëndetshëm, por akoma po ka shumë të tillë që po kanë morra. Për këtë, doktoresha rekomandon kujdes nga ana e prindërve.